Një ditë, një gjarë përkafshoi një pulë. Helmi diqte trupin, dhe e tronditur. Ajo kërkoi strehte koteci i saj, por aty nuk gjeti ngrohtësi. Pulat e tjera, nga frika se Helmi do t'u përhapej, e përzun. E vetmuar, pula u largua duke çaluar. Lotët e saj nuk ishin vetëm për dhimbjen e kafshimit, por më shumë për braktisjen nga familja, pikërisht kur kishte më shumë nevojë për ta. Koha kaloi. Një kolibri solli lajmin se pula ishte e gjallë, por e dobësuar dhe me një këmbë më pak. Ajo kishte nevojë për ndihmë, megjithatë, pulat e tjera gjetën arsye për të mos shkuar. S'mund të shkoj, po bëj vesë. S'mund të shkoj, po kërkoj misër. S'mund të shkoj, dojë të kujdesem për zogjtë e mi. Kështu një nga një të gjitha refuzuan. Kolibri u kthye në shpellë, pa ndihmë. Koha kaloi përsëri. Shumë më vonë, kolibri u kthye me një lajm të dhimbshëm. Motra juaj ka vdekur vetëm në shpellë. S'ka askush që ta varros apo ta qaj. Kësaj radhe koteci u mbush me lot pendes dhe keqardhje. Ato që bënin vezë ndaluan. Ato që kërkonin misër lan pas kokrat. Ato që kujdeseshin për zogjt, për një çast i harruan. Pendesa dhe keqardhja dhembin më shumë se çdo helm. Pse nuk shkuam më herët? Pyesnin veten. Pa matur largësinë apo lodhjen, të gjitha u nisën drejt shpellës, duke qarë e duke vajtuar. Por kur arritën atje, nuk gjetën pulën. Gjetën vetëm një letër ku shkruhej. Në jetë, shumë herë njerëzit nuk kalojnë rrugën për të ndihmuar ndërsa je gjallë, por përshkojnë botën për të varrosur kur vdes. Shumica e lutëve në funerale nuk janë nga dhimbja, por nga pendesa dhe keqardhja. Mos prit pendesën për të treguar dashuri dhe ndihmë. Trego mirësi dhe mbështetje për të tjerët ndërkohë që janë akoma pranë teje. Fjalët e mira dhe veprimet e shtrira në kohën e duhur vlejnë shumë më tepër se lotët dhe pendesa e vonuar.